Dy ditë me radhë burime ruse kanë raportuar për një mjetëri lufte të përdorur nga Ukraina, mira balona të vogla blu, të lëshuara paralelisht me sulme me dronë që shpërthejnë çdo natë në territorin rus. Ato u shfaqën mbi Mosë dhe Krime, duke ngjallur kurreshtjen dhe paqartësi mbi funksionimin e tyre. Sipas hipotezave të para, balonat mbartin pajisje elektronike që lëshohen gjatë fluturimit. Qëllimi i tyre mund të jetë mashtrimi i sistemeve të mbrojtjeve ajrore duke limituar sinjalet e dronëve sulmues dhe duke detyruar avionët rus të humbin kohë për t'i gjurmuar. Balonat ngrihen në lartësi të mëdha, lëvizin me shpejtësi të ngjashme me dronët dhe bën shumë të vështirë për t'u dalluar në errësirë. Sipas kanaleve ruse, rrëzimi i tyre është edhe më i vështirë se sa synimi i një droni klasik. Një teori tjetër sugjeron se pajisjet e hedhura në balona mund të funksionojnë si sinjalizues për të udhëhequr dronët, duke i ndihmuar ata të lundrojnë me GPS ose me rrjete celulare. Ky mekanizëm do të shërbente si një fener në terren që ndihmon dronët të mbajnë kursin drejt objektivave. Ukraina ka zhvilluar teknologji të sofistikuara për të kapërcyer pengesat ruse, përfshirë sistemet me kamera dhe inteligjencë artificiale që njohin terrenin, megjithse ato kufizohen nga moti. Balonat duket se përbëjnë një alternativë praktike për të korrigjuar devijimet. Rusia ndërkohë ka rikuperuar mbetje të disa prej tyre për t'i analizuar. Historia e përdorimit të balonave në luftë shkon deri në Venedik të vitit 1848.